Andris Tufi është djali i një figure të madhe sportive si Vildan Tufi, që sot i kushtohet një aktivitet shumë i rëndësishëm, se quhet Kupa e ikonave Vildan Tufi. Ndërkohë po zhvillohet ky aktivitet dhe në garë janë shumë sportistë cilësorë nga Shkodra dhe jashtë Shkodrës, por kërkojmë një emocion nga ana juaj si individ, si familje për këtë nderim që po i bëhet Vildan Tufit. Është vërtet, zoti Gac, faktikisht kjo është viti 3 rradhazi i organizimit të këtij aktiviteti në nderim të një prej ikonave, do të thoya, të atletikës sportit shqiptar. Një sportist dhe një trajner i shkëlqyer, por mbi të gjitha një prind shembullor. Emocionet të herë, ndryshe nga vitet e tjera, janë edhe më të forta, sepse përkon edhe me 5 vjetorin e ndarjes së tij nga jeta, një jetë të cilën ai ja dedikoi tërësisht sportit. Do të thoya, jo vetëm në aspektin akademik dhe mësimor, por edhe në zbulimin e talenteve të rinj dhe përgatitjen e tyre për arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Unë gjej rastin këtu veçanërisht ti falenderoj nga zemra të gjithë organizatorët e këtij aktiviteti, trajnerët e shoqatës së sportit atletikës Vllaznia, Federatën Shqiptare të Atletikës dhe përfaqësuesit e detyrisë sporteve pranë Bashkisë Shkodër. Dhe uroj suksese të mëtejshme të gjithë pjesëmarrësve. Një karrierë gjatë sportive që edhe pse sot nuk jeton, ka lënë pas shumë kujtime, por dhe shumë breza të cilët sot janë në aktivitet, janë nxënësit e tij dhe po e çojnë me lart stafetën e Vildan Tufit. Është vërtet, zoti Gac, ju siç mund ta shikoni këtu nëpërmjet fotografive, tregohet e gjithë historia e babës praktikisht nga kur ka qenë sportist deri në fazat e karrierës së tij si trajner pastaj i ekipit të Vllaznisë. Unë, ashtu si se thashë më përpara, i përgëzoj edhe trajnerët e Vllaznisë, të cilët po e trashëgojnë këtë trashëgimi sportive, do të thoya, në brezat pasardhës. Si ishte Vildan Tufi jashtë pistës stadiumit të Robërisë në familje, pa diskutim sporti? Sporti ka qenë i pandar gjatë gjithë jetës së tij, si në stadium ashtu edhe në familje. Ne të gjithë, jo vetëm ne fëmijët e tij, por do të thoya edhe nipat edhe mesat e tij, të gjithë jemi rrit praktikisht me ndjesinë e sportit dhe në ambientet e këtij stadiumi, ku sot po garojnë edhe fëmijët tonë. Një familje sportive që përpoz Vildan Tufit dhe e motra Teta Tufi, halla juaj, është një tjetër legjendë atletikës, por edhe e basketbollit. Kanë qenë një brez të tërë, jo vetëm halla Artenca, por ka qenë edhe halla Mimoza, edhe Axha Ilieri, edhe ai ka qenë kampion në sportin e basketbollit. Ne fëmijët u munduam, por nuk kemi shkëlqyer, do të thoya, në ndonjë sport. Brezi jonë, ndërsa në brezin pasardhës është mesa jeme, vajza motrës, e cila po arrin rezultate të shkëlqyera në sportin atletikës, veçanërisht në disiplinën e kërcimit së gjatit. Këtu doja të dilja edhe unë, sepse në fakt ka pasur shumë pasione, ka pasur shumë merak Vildan Tufi, mesën e cila e kishte filluar të jap ato cilësi dhe sinjalet e para të një atlete, por sot është formuar dhe po korr suksesi, si kampione dhe rekordmene me moshat dhe me tej. Është vërtet, dhe faktikisht ajo hapat e parë i ka pas me gjyshin e vet, pra me babën, dhe sot këtu në gara po arrin disa rezultate po ashtu shumë të shkëlqyera. I uroj sukses dhe shpresoj që do të arrijë në vendet e podiumit. Si quhet mesa? Elois Heta. Elois Heta, nga familja e saj, bashkëshorti i saj është shumë sportiv, Luan Heta, një ish basketbollistë, se bashkë me motrën tuaj, të cilët trajnohen dhe e shikojmë dhe në këtë momente janë duke ndjekur garen e cila po zhdohet në këtë momente. Unë gjithashtu kam knaqësinë edhe të theksoj se ndërkohë që po bëhet gara e kërcimit së gjatit për vajzat U16, sapo ka mbaruar gara e moshës U13, ku edhe vajza ime Jora Tufi dhe nipi ose vllai i Eloisit, domethënë, kanë zënë vendin e podiumit. Jora vendin e dytë në kërcimin së gjatit dhe Loriku vendin e tretë në kërcim së gjatit për djem në moshën U13. Çka do thotë se tradita në familjen Tufi, por edhe Heta dhe me tej, është garantuar që do të vijojë? Shpresojmë të vijojnë kështu, domethënë mbështetje ne kemi familjarisht edhe nga baba dhe nga prindërit, ato kanë gjithë mbështetjen dhe kurajon për ta vazhduar këtë sport dhe për të vazhduar më tej. Andres urime. Faleminderit zoti Gac. Kjo aktivitet për kujtimin me shumë respekt të babait tuaj, që është një figurë kënaqësi. Faleminderit gjithë juve. Faleminderit.